qeverisja tjetë në interesin publik, në interesin qytetar, jo në interesin e partive politike, subjekteve politike. Iniciativa qytetare Prishtina në dorën tënde ka hartuar një plan qeverisës, i cili është ndërtuar mbi 4 shtylla apo 4 objektiva strategjike. Dhe pikrisht programi ynë qeverisës është i motivuar nga forma e qeverisjes partijake dhe ne si moto e kemi nxjerrur Prishtinën në dorën tënde, jo në dorën e subjekteve politike, të cilat për një periudhë 20 vjeçare kanë krijuar një kaos urban në gjithë sektorët e jetës publike dhe pikrisht ne e kemi hartuar programin bazuar në këto problematika. Nuk do të futem se si kanë qeverisur më herët, ato e vlerësojnë qytetarët, mirë po ne do t'i prezantojmë gjitha ato objektivat cilat i kemi përcaktuar në planin tonë. Shtylla e parë është arsimi dhe shëndetësia. Shtylla e dytë është planifikimi urban, respektivisht urbanizmi. Shtylla e tretë ndërlidhet me ambientin, njëkohësisht përcaktimi i zonave për shfrytëzim publik, dhe shtylla e katërt është ekonomia lokale. Këto janë 4 shtylla të cilat janë të ndërlidhura me një plan financiar, por njëkohësisht janë të ndërlidhur me indikatorët matës të cilët ne në programin tonë qeverisës i kemi të detajuara se çka mendojmë për një periudhë 4 vjeçare. Jam i vetëdijshëm që ne nuk mund të arrijmë atë çfarë e synojnë 3 të mëdhenj çfarë ju po i quani, mirë po në synimin e kemi që të futemi në asamble me kandidatët tanë të cilët janë në listën për asamblesë dhe pikrisht ne të imponojmë këto politika që qeverisja tjetë në interesin publik, në interesin qytetar, jo në interesin e partive politike, subjekteve politike,